njeriu e kërkon famën, ka njerë mendon që ajo çfarë duhet në jetë, pastaj në qoftë se dikush prej nesh e ka arritur famën, pastaj fillon ajo t'i pengon një jetë, sepse do njerë është shumë e mirë, ka momente edhe të lodhshme, po gjithsesi kur fama shoqërohet me një respekt nga të tjerët, mendoj që kjo është kulmi. Një balancë. Po. Fama pa respekt, mendoj që nuk i hyn punë askujt. Nuk vlen, edhe ik shpejt në fakt, edhe fama pa respekt ik shpejt. Pastaj, normalisht u regjistrova unë faktikisht fillimisht konkurova në Gjermani, në Essen, u regjistrova në universitet. Ishte periudha 94-5, atëko kriza politike si këtu, po në Kosovë, sidomos shumë shqiptar nga Kosova largoshin nga vendi për shkak të problemeve politike. Gjithata shqiptar merrnin viza këtu në ambasadën e Gjermanisë në Shkup, kolona, kishte disa keqpërdorime në atë kohë dhe t'i bie shkurt, unë një 4-5 herë ma lëshuan vizën prej universitetit në Essen, ndërkohë që unë nuk e mora vizën asnjëherë, e humba një vit sikur dëshprova edhe vazhdova këtu në Universitetin e Tetovës. Shumë mirë. Kam pasur ndoshta gjeneratën më të artë të profesorëve të Universitetit të Tetovës,